Deri këto momente, se kemi thirrë ekspert nga gjithë, domethënë ekspert të prodhuesve, kanë ardhur nga jashtë inxhinierë të ndryshëm, kanë bërë vlerësimin e aparaturave në terren, edhe vazhdon bëhet vlerësimi, edhe mund të them se deri tash nga vlerësimi i atyre aparaturave që kanë arritur hapa në një raport, ka arritur çumën diku mbi 23 milion denar, domethënë shumë mbi 400.000 euro. Alarmimi i dëmeve nga qendra spitalore e Tetovës ka bërë që sot të filloj pastrimi i prurjeve të lumit të qytetit, prurjet e të cilit bën që të përmbyten edhe mjediset e spitalit që shtrihet pikërisht përgjatë lumit dhe ku, çuditërisht, nuk ka kurfar mburojesh. И тук, што гледате, имаме за почеток 2 машини. Веќе го расчистивме оној дел што правеше најголем проблем кај болницата. Материјалот е растрган, од него е направен бедем од двете страни, значи сигурносен бедем. Сега продолжуваме, работиме тука под мостот, каде што има и нанос, има и многу ѓубре, отпад. Продолжуваме до следниот мост, каде што се вкрстува реката со индустријска улица и понатаму уште некој 150 до 200 метра, тоа е нашата задача. На тоа ќе работиме овдека на ovoj potez na pena. Jemi të e hek mbeturinat të cilat I ka pru ujë nga malet, ka tepër material I cili ka ardhur nga vendet malore. Për moment jemi të punu ndërurën e lumit pena, dhe me thonë ati është ma ngushtë edhe ma shumë material është ndalur ndërur. Në Këshillin e Emergjencës thonë se puna për pastrimin e terreneve të përmbytura, përfshir këtu edhe pastrimin dhe rregullimin e shtratit të lumit, në këtë pjesë do të vazhdojë deri në normalizimin e plot të gjendjes. Krahas kësaj u bëhet thirrje qytetarëve që mbeturinat t'i lënë aty ku e kanë vendin e jo t'i derdhin në lum.